Kush e ka marrë vendimin që të hapet deriçka apo hyrja e re, siç preferojnë ta quajnë autoritetet e portit detar të Vlorës? Kjo është pyetja që sot kërkon përgjigje jo vetëm nga institucionet përgjegjëse, por edhe nga vetë qytetarët e Vlorës, të cilët po ndjekin me shqetësim zhvillimet e fundit në një nga asetet më të rëndësishme strategjike të qytetit. Sipas informacioneve të siguruara nga burime konfidenciale pranë Bashkisë së Vlorës, hyrja e re e portit detar është hapur pa miratimin dhe pa lejen e organeve kompetente. Të njëjtat burime konfirmojnë se Bashkia e Vlorës nuk ka dhënë as edhe një autorizim për ndërhyrjen e kryer, si dhe për krijimin e një aksesi të ri në territorin portual, po ashtu sipas informacioneve edhe dogana e Vlorës si dhe policia kufitare, dy institucione që ushtrojnë funksione të përditshme brenda territorit të portit detar, mësohet se nuk kanë qenë të informuara paraprakisht për këtë ndryshim të rëndësishëm. Nëse kjo rezulton të jetë e vërtet, atëherë ngrihen pikpyetje serioze mbi mënyrën se si është marrë vendimi dhe mbi procedurat që janë ndjekur për realizimin e tij. Në këto kushte krijohet përshtypja se drejtori aktual i portit detar, Valdet Bello, ka marrë një iniciativë të njëanshme, e cila duket se lidhet me interesat e një subjekti privat që ushtron aktivitet brenda territorit portual, sesa me interesin publik. Interesa këto tejet korruptive, nga të cilat përfiton edhe vetë drejtori, por çështja nuk ndalet vetëm tek procedurat administrative. Shqetësimi më i madh lidhet me sigurinë. Porti detar i Vlorës nuk është një objekt i zakonshëm, ai përbën një strukturë strategjike kombëtare ku operojnë institucione të sigurisë, autoritetet doganore si dhe struktura kufitare. Për shkak të pozicionit të tij gjeografik dhe rolit që luan me trafikun detar, porti monitorohet dhe ndiqet me vëmendje edhe nga partnerë ndërkombëtar të Shqipërisë. Çdo ndryshim në perimetrin e sigurisë, në hyrje-daljet e kontrolluara apo në mënyrën e administrimit të territorit portual duhet të kalojë përmes procedurave të qarta dhe të miratuara nga të gjitha institucionet përgjegjëse. Në të kundërt krijohen hapësira për cënim të standardeve të sigurisë, si dhe për dobësim të kontrollit mbi një zonë që konsiderohet me rëndësi të veçantë. Shumë qytetarë që ndjekin këtë shënim shtrojnë pyetje nëse interesat që lidhen me projektin e ndërtimit në zonën portuale po vendosen mbi interesin publik dhe mbi sigurinë. Për hir të ndërtimeve të pallateve apo cënohet funksioni tradicional i portit, si dhe mekanizmat e tij të sigurisë. Kjo është një pyetje që kërkon përgjigje të qartë dhe transparente nga institucionet, ndërkohë hyrja e vjetër e portit të Vlorës konsiderohej një pikë më e kontrolluar, më e monitoruar dhe më e përshtatshme për menaxhimin e lëvizjeve të mjeteve dhe personave, ndërkohë që hyrja e re mund të krijojë vështirësi në kontrollin e plotë të territorit, si dhe të shtojë rreziqet për lidhjen me hyrje të paautorizuara. Çdo dobësim i kontrollit në infrastruktura strategjike mund të krijojë hapësira për individ me qëllime dashakese, duke përfshirë edhe rreziqe që lidhen me veprime kriminale apo akte të mundshme terroriste. Për këtë arsye, çdo ndryshim duhet jetë i argumentuar, i dokumentuar dhe i koordinuar me të gjitha strukturat përgjegjëse. Në këtë situatë, drejtori aktual i portit detar të Vlorës, Valdet Bello, duhet të japë një shpjegim publik dhe të detajuar për qytetarët. Kush e mori vendimin, me çfarë urdhri është vepruar, si dhe cilat institucione janë konsultuar, a janë respektuar të gjitha procedurat ligjore dhe standardet e sigurisë. Këto janë pyetje legjitime, të cilat kërkojnë përgjigje të qarta. Transparenca është detyrim, kur bëhet fjalë për pasuri publike dhe infrastrukturë strategjike. Televizioni 6+1 Vlora mbetet i gatshëm të publikojë dhe transmetojë çdo reagim zyrtar nga drejtuesit e portit detar të Vlorës, nga institucionet përgjegjëse apo nga çdo palë tjetër e përfshirë në këtë çështje, në funksion të informimit të drejtë dhe të plotë të opinionit publik, ndërsa jemi të angazhuar që për hir të transparencës dhe sigurisë ta ndjekim çdo ditë këtë çështje.